gjenerata jote, shoqët e tua, kanë qef me dalë të premteve. Unë i kisha pak do sene pak ma të kufizume. Lindje mi rritën në Kairo. Kujtimet janë, nështë 7 viteve të fundit më shumë, pasi që jam rritë se sa kur kom qenë e vogël. Tut ju Zotit, jo, kur të na nuk është përdur, tut ju Zotit, friksoj ju Zotit. Të na familje është gjithmonë është përmend, ki kujdes vlerë, sepse Zoti mund të mu i dhru, me mërzit, nëse mërzit Zotin, jo me ju tut, se Zotin nuk është i frekshëm. Mediat janë një lloj pushteti me ndikimin e tyre që ushtrojnë në masë. Dhe çdo ditë kemi sfida realisht për të diskutuar tema të ndryshme në media, për shkak se jemi në mes dilemave gjithmonë, të ofrojmë vlerë apo të interesohemi për klikimet apo shikueshmërinë që e kemi. Prandaj për të diskutuar këtë temë, sot kam nderin dhe kënaqësinë që ta kem një moderatore shumë të mirënjohur për ju, Vlera Jusufi. Vlera, faleminderit shumë që ke pranuar ftesën. Faleminderit Vlera. Edhe është shumë kënaqësi me pas për herë të parë një musafire që kemi emnake. Emnake i thuhet. Po, që kemi të njëjtin emër. Është kënaqësia është e imja gjithashtu, para se vija këto, të pyeta cilit vit je, që nuk ka nevojë ndoshta për detaje për shikuesit. Më tregove vitin, sepse unë kam menduar që jam Vlera më e vjetër në Kosovë. Edhe unë po nuk isha. Edhe unë kam menduar ndoshta veç nëse na del nai Vlerë me vitet më hershme. Vlera, unë tregova, domethënë për sfidën që sot mediat, ju e keni një emision që unë e vlerësoj shumë, që ka vlerë, edhe që ofron vlera. Mirë, po du me ditë, qysh është për ty me qenë me moderu një emision edhe me majtë standardin që ti e ki? Vlera, faleminderit edhe njerë për ftesën pak ma serioze tash, sepse më të ndoj puna e emrit. Në fakt, ka 22 vite që jam në media, që nga mosha 16 vjeqare, edhe ndoshta në fillim nuk kom ditë, me rujt këtë vlerë, po ndoshta ajo mbikëqyrja që kom pas nga familja, mos kështu, mos ashtu, jam fëmijë i parë në familje edhe fëmijë i dëgjueshëm, kogja shumë, si prej shkollës, domethënë prej fëmijë, më ka përcjell ajo që edhe sot kur shkoj te familja jeme, jam jashtëzakonisht e dëgjueshme edhe një kohë, po du me thonë ka qenë mbrapa familja, pikrisht babai i cili më është përzi në çdo detaj, më ka tregu çka duhet, edhe si duhet, sepse nuk ka qenë e lehtë që një vajzë të futet në botën e televizionit edhe të mos ketë kujdes një farë forme. Ma të butë, po e them kështu, edhe unë ju mundu gjithmonë me pas kujdes në atë që ka afroj, në atë që ka e servoj për publikun, sepse kur edukohesh edhe në një edukat fetare, ti e ndjen si përgjegjësi se çka po jep. Nëse unë jam ftyrë publike, atëherë përgjegjësitë e mia janë shumë më të mëdha sesa një tjetër person, për shembull i cili nuk ka kontakt ndoshta në ditë më shumë se sa me familjarët e ngushtë vet. Ndryshe i marr unë përgjegjësitë e mia, ndryshe do të përgjigjemi. Edhe kjo më ka bo me vazhdu një vit drejt, asnjëherë nuk kam pas ramje ose ngritje më të mëdha. Jo mundu her pas here me ofru vetëm vlera. Ka raste që duhet me përjashtime, po prap se prap, edhe nëse kom ftu njerëz të cilët ndoshta nuk kanë qenë tjetërku në intervista të tjera ashtë mirë të unë, kanë dalë shumë të mirë. Kështu që unë gjithmonë jo mundu me nxjerr anën e mirë të njerëzve edhe kom parime. Nëse nuk ke parime, atëherë nuk të respekton askush, unë menoj. Edhe për shkak të parimeve, unë gjithmonë kam pasur mirë kuptim, dashamirësi në çdo medium ku kom shku, edhe në çdo të ftuar që e kom pas në emision. Menoj që kjo është
me bazë, me temel, prej lindjes, si sa që krijohet, ndoshta edhe krijohet, njerëzit dojnë me konë të mirë dhe munden me u bot mirë, tamam puna jashtë asaj se gjithmonë tu pas rezerva mos po keq kuptosh, po është e natyrshme. Prandaj jam e lirë, jam e natyrshme sepse është normale për mua, është lifestyle, është jeta jam. Kjo. A është e vështirë me majt vlera sot në media? Nuk është e vështirë, është e vështirë, ndoshta deri një pikë, mvaret se çka prek. Mvaret se nuk është vetëm Kosovë, është në mbar botën kjo. E vërtet. Edhe mvaret, menoj që vlerat me daljen e digitalizimit nuk munden me qenë atë shumë, ne duhet me umbrojt ma shumë, se sa që ka vlera, sepse të gjithë janë të lirë me postu edhe me dalë në intervista vetanake në rrjetet sociale dhe njerëzit ndikohen, dikush e këshyr një kuzhinjer që i pëlqen, që jep ide ndoshta me ushqime jo dhe ashtë mira dhe jo ashtë shëndetshme, në anën tjetër kiti dikush një nutriciste që ndoshta nuk klikohet edhe aq shumë, po mënej është shumë globale kjo, edhe është e vështirë, po në anën tjetër jo edhe aq e vështirë. Servo thjesht atë që ti e ndjen, edhe atë që duhet, edhe nëse nuk klikohet ti përgjegjësitë tua i ke kry. Okej. Do të thotë mes kësaj që unë e thash, ma herët vlerë apo klikim për ty është vlera gjithmonë ajo. Normal, gjithmonë. Deri tash fola për vlera. Klikimi nuk është asnjëherë. Unë për veti kam pas edhe klikime, kam edhe klikime në emision, sepse njerëzit nuk është që duan vetëm hallakama. Po. Njerëzit dojnë edhe diçka të mirë, njerëzit dojnë edhe diçka, një këshill të mirë, një mesazh të mirë, për shembull, prej nëse don klikim mundesh me marr një raport të mirë të një nane të një fëmije, që tregojnë raportin e tyne, klikohet prej nanave, prej fëmijëve, llojet ndryshme, kështu që unë mendoj që mundesh me zgjedh që mundesh edhe më kliku. Ka raste që s'jam kliku fare, po ka raste edhe që ka shku deri 1 milion. Kështu që këto të dyat kanë pasur vlera. Varet çfarë interesi, çfarë teme ka qenë ose çfarë kohe. Sepse varet, për shembull tash jemi në muajin e shenjtë Ramazanit, nëse flasim për këshilla fetare, sigurisht që njerëzit janë pak më të emocionuar, afër edhe klikojnë më shumë. Nëse unë flas për Ramazanin ndoshta në kohën e pushimeve që janë në ndeti, njerëzit s'kan me kliku sepse kanë mend tjetër kënd. Kështu që varet pak çish e përshtat. Po, më bëni shumë përshtypje, domethënë fakti që e përmende pjesën e adoleshencës, si 16 vjeçare, që i përfshin në media edhe i ke pas vazhdimisht prindërit mbështetje, mirë po njëkohësisht e përmende babin që e ke pas edhe atë personin që të ka qëndruar mbrapa me këshilla vazhdimisht. Sa ka qenë sfiduese me i pranu, për shkak se me qenë adoleshent, dhe më thonë, niveli adrenalinës është gjithmonë ma i ngritun se në gjitha stadiet e jetës, edhe ajo pjesa e rebelimit është evidente. Qysh ke arrit me menaxhu? Çka të ka bo që ti me qenë ashtu e dëgjueshme edhe me menaxhu? Ka qenë shumë sfid, e kujtoj që nga mosha 15 vjeçare që fillon, edhe e sidomos kur je fëmiu i madh, fëmiu i parë, këshillat gjithmonë e kam ditë që prindit don, edhe ndoshta pse jemi rrit edhe shumë vet, unë kam lind, jam rrit në Kairo me familjen e ngushtë, mandej kemi vazhdu në shtetet tjera, ku na jemi konë gjithmonë bashk, edhe ndoshta pse e kemi ditë që familja, baba është edhe nana mbrojtja më e madhe në vendin ku jem, se nuk e ndëgju ti shqip kudo. Ndoshta edhe që kjo, ndoshta e ka pas favorin e vet, po sa e ka të mirat i ka edhe ant negative të vetat, s'po ditash. Edhe e në kohën e pubertetit, unë erdha në Kosovë, u kthym në Kosovë, edhe ka qenë sfiduese normal, sepse gjenerata jote, shoqet e tua kanë qef me dal të premteve, unë i kisha pak do sene pak ma të kufizume,
E që nuk është që nuk ja kom dalë, apo kupton, kom dalë edhe me shoqe, po në anën tjetër nëse ma ka leju babi me najt deri në ora 10, unë jam shku 10 minuta në 10, për mi fitu herën tjetër 10 Apo kupton që ashtu ka qenë një farë loje e mençur e prindërve, sidomos e babit, që na kalon të lirë me zgjedh çka dojmë, po në anën tjetër mbledhjet familjare kanë qenë aty, kemi diskutu, si fillim një farë respekti i shtum ndaj prindve, mandej e kupton që ti tu kriju, t'len edhe vetë prindi. Unë menoj që thjesht një prind i mençur t'len pastaj me kohën, me u liru edhe ti vetë dhe me kriju identitetin ton vetë, me zgjedh fatin e jetës vetë, me shku në universitet vetë, me zgjedh drejtimin që ti e don vetë, po edukata me qenë ajo e fëminisë. Unë menoj që fëmijët janë një fletë e bardhë dhe çka të shkruajshën ta ti ki me thith. Nëse e humbë në kohën e pubertetit që the ti në atë rebelizmin, ka me të këthy prapë, se s'ka qare. Mundet me të humbë një 3-4 vjetë, nështë e ki një farë jo qefi, jo dëshire që je që ajo, nështë ti unë është me menu që sa ke që jom vajza e kësaj nana ose vajza e këti babe, sepse nanat e baba tjerë janë shumë ma të mirë dhe shumë ma cool, po të kthehet prapë, besoj ajo që është mbjell. Vlera, ti tash vetë je nanë. Po. Edhe kom djalin pubertet. Okej, apo arrin me kuptu ma shumë djalin, apo prindërit, pozicionin e prindërve që kanë qenë? Me tregu drejtën, unë mundohem qka ato në kohën, varësisht prej kohës, për shembull, qka nuk më ka pëlqy në kohën e pubertetit të prindrit e mi, unë mundohem tash që e kom djalin pubertet mës me boqat sen, sepse nuk më ka pëlqy mu, sepse ka, unë thash, rebelizmet janë, po gjithmonë të buta edhe jo, sepse me konë diçka shumë mdoja kishin qenë fatali që unë sot nështë nuk isha konë edhe kjo, po kanë qenë nështë i kjetë vogla duke vazhdu një orë ma shumë, ose duke dalë me shoqe, duke majtë do sene pak të mshefta që si krejtin e gjera që i kanë. E tash unë mundona pak ma ndryshe, se tash unë edhe si fëmija i matë që isha, unë e kisha obligim gjithmonë edhe për motrat e mia, sepse babi gjithmonë më thëke që nëse ti ki me shku rrugës të keqe, atëherë unë jam një prind i dështuar dhe ti më ke dështuar edhe te motrat e tua, sepse ato kanë me të pa ty. Edhe unë gjithmonë, do të thonë fëmijës dush mi dhon përgjegjësi. Nëse jep përgjegjësi, ai besoj që e merre kryen me sukses. E njëjtë tash edhe me djalin. Tash po mundona me qenë pak ma moderne se sa prindë mi atëherë. Nuk e dia e kom mira jo, po gjithmonë të paktën në lutjet e mia është gjithmonë ajo Zot lut na drejtom, sepse është një kohë shumë e vështirë me i eduku fëmijët. Nëse ka qenë e vështirë për prindrit e mi, gjë që pajtohem, ka qenë e vështirë sepse na nuk jemi gjenerata shumë vjetra, po sot është edhe 50 herë ma e vështirë. Edhe kjo, domethënë, është pjesë e lutjeve të mia gjithmonë në namazin e vitrit, sidomos që Zoti ma lehtësoj edukimin e fëmijës tem. Nëse unë me fjalë jo me tepër te ai, atëherë thom Zot bëje që ti shoh veprat e mia. Kaq. Kjo është lutja jame. Po, mënyra ma e mirë për me u lut, më thonë në qëtë formë, për shkak se ka njëherë ne flasim, mundemi me fol non-stop, mirë për ndikimi shihet që nuk është. Po kur ja dorëzojmë çështjen tonë Zotit, atëherë është një tjetër nivel i asaj qetësisë që e fitojmë si prind, po njëkohësisht edhe rezultateve me shpresë që kemi me i marr prej fëmijëve. E kjo është lutja jame që vazhdimisht unë e bëj për shkak që jam nanë, edhe nëse te prindrit e mi kanë pasur efekt te one, nuk do të thotë që mundet me pas efekt e fëmiu jam. Edhe lutem gjithmonë, sepse është një kohë shumë e vështirë, lutem gjithmonë, them Zot, nëse tingulli jam, zani jam është irritues për to, lut na bëje që veprat e mia ti shoh fëmiu jam. Po, kjo është shumë e mirë dhe vërtet për shkak se kanjëherë na mundemi me pas përshtypje që jemi kur më thot dikush ti je psikologe edhe me fëmijët shumë mirë. I thom me fëmijët nuk e di, unë mendoj që unë në perceptimin që unë e kam për veten si non, mendoj që jam mirë. Po para syve të tëne, unë nuk e di që shdokna. Kështu që kanjëherë
ato, do me thonë, perceptimet e tyne ndoshta nuk përputhen me ato që na ofrojmë gjithmonë. Qoftë për shkak të moshës, adoleshencës, qoftë për x arsye ndikimit shoqënisë që prindi dikujt është më tolerant, edhe mu nana ose babi nuk më lën me dal deri në një orë. Sepse me tregu drejtën na, pe krejt dukurive, do me thënë, e kemi nga pak, sepse Zoti na i ka falë edhe xhelozin, na ka falë natin, po tash mvaret se sa na e ushqejmë xhelozin i natin. Edhe unë menoj që jam xheloze pak për do nana që janë shumë tepër cool, edhe djalit tem i pëlqen, edhe thotë që mam filonja nuk i thot kur gjë, nuk i thot kur gjë. Po në rregull dhe edhe unë jam edhe ma e mirë sa ajo. Po ti veç do të munal njeri ka njëra. Po, me konë shumë papagall të veshje për fëmijën, sepse na në kohën e pubertetit veç papagalla jem të fëmijët. Po, e kom vërtetu këtë sen, sepse është shumë problem, sepse të thamë edhe pak më herët, koha digitalizimit e ka bërë të pamundun që na me pas fëmijë. Nëse unë kam qenë në një guack me familjen teme, fëmija jam nuk është në qatë guack, sepse nuk jo masone, nuk është kërkush në këtë botë. Prandaj lutjet janë më të mirat. Në këtë kohë besoj që po jetojmë, unë menoj që janë lutjet më të mirat. Edhe veprat që ti i bën. Kështu që unë për mos me qenë papagale, kom vendos me vepru, me qenë shumë shembull, bile ma shumë se që kam qenë për para, për shkak që me pa fëmiju. Fëmiju e kush do tjetër në familje, që ti nuk i nevoj me i folë, po thjesht kanë me të pa. Kanë me të pa që shpo funksionan, kanë me të pa që shpo i mërin krejt senet, kanë me të pa që ti je e këndshme një nanon, je pastërt, bën namaz, shkon punë, kthehesh prej punës, e bën drekën, krejt. Po me thonë, edhe këto janë veç veprat, mas mirë të se sa që na me diskutu edhe me thonë e bona këto, dush me bo, kjo është nuk bon, këtu ka me dënu Zoti, këtu s'ka me dënu, thjesht veç vepra. Nëse se cili musliman kish vepru mire, nuk kish fol shumë, ma merë menja që kishë me qenë krejt pak ma. Shumë e vërtet. Faleminderit shumë për këto mesazhe. Najse se lujta rolin e psikologës, po në fakt kjo jo ma ajo që unë e menoj. Po për fëmijët realisht na në përditshmëri duhemi me lujt këtë rol. Pavarësisht a kemi profesion ose jo. Nana gjithmonë i luan disa role për shkak se na për shembull, me sa e di ju i keni 2 fëmijë. Jo, unë e kam një, motra i ka 3. Edhe motra tjetër e vogël i ka 2. Po krejt këta janë fëmijët e mi, edhe i kam një. I llogarit. Sa vjen. Mashallah. 6-7 do me thonë, edhe prindim, edhe me fëmijët e motrave që i ki, do me thonë, ti e din që jo se cili e ka është i njëjtë. Me se cilin qasja na herë mundet me ndryshu. Dikush ka nevoj për pak një kontroll më të lartë. Dikush, edhe njerëz janë të ndryshëm. Në fakt, unë nuk kam vajzë edhe jam shumë e lidhur me vajzat e motrës, me vajzat e motrave, në fakt, se të dyat e kanë nga një, edhe i dua shumë sepse ato më admirojnë, edhe janë fanset mia, edhe unë mundohem me eduku shumë, sepse edhe motrat ma kërkojnë. Edhe ato, ne bashkëpunojmë shumë në përgjithësi si familje, kur kemi ndonjë problem, për shembull. Nëse djali im i tregon diçka motrës time, atëherë motra ime me shtri për toke nuk ta tregon atë problem, po mundohet me sqaru me te. Që me pas, shumë kemi bashkëpunim. E menoj që bashkëpunimi familjar është shumë i rëndësishëm në edukatën e krejt fëmijëve të tu, po edhe në raport fare fisnor. Po, shumë mënyrë e mirë. Për shkak se fëmijët kanë herë din me gjetë veten edhe diku te tezja për shembull në këtë rast. Vlera, po du mu kthy te Kairo. Qysh ka qenë fëmiria juaj e hershme, me sa e di fëmirinë e hershme kryesisht e keni kalu atje. A keni kujtime? Po. Kam lindje mi rritë në Kairo. Kujtimet janë ndoshta atë viteve të fundit më shumë, pasi që jam rritë se sa kur kam qenë e vogël, babi ka qenë student në Al Azhar, në universitet atje. Jam rritë me melodi të Kurani, duke lexu Kuran, duke dëgju radio në gjuhën arabe. Këto tingllojnë, apo kupton, ti gjuha e parë që ti e ke dëgju është ajo. Sigurisht edhe e prindërve, po ti sa ke dal jashtë, ti ke dëgju një tjetër
gjuhë, një tjetër komunikim. Babi gjithmonë ka pasur edhe vazhdon të ketë shoqëria atje shumë, ku kemi pas hyrje dalje. Kjo nështë më ka bo që me pas të thyme, kom mësu shumë letë mandej të gjitha duat në gjuhën arabe, të gjitha sepse ka qenë diçka e zakonshme. Sepse kam shumë shoqe që më pyesin qysh ke mujt me mësu qëta, qysh ke mujt. Po ja bëj, problemi është që e kam pak të thyme dhe nuk e di vetë nuk e maj men as kur e ku mësu me tregu drejt. Sepse gjanat të thash edhe pak më herët tek fëmia, çka është një letër e bardhë që çka do që ti shkruan, ti veç ka me marrë, me regjistru. E unë nuk më kujtohet as vetë kur i kom mësu doft. Nështë të fundit, disa kur jom rritë që është dasht, kanë qenë pak ma që i mësojnë të gjithë dhe ma vonë, po kryesorët, unë nuk e di as kur i kom mësu. Edhe kjo ka qenë Kairoja, kjo mi ka mësu të gjitha rrugët, dhe me i pa live, me i prek, do me thonë, këto mënyrën e jetesës atje. Maj men që babi ka qenë një student shumë i mirë në studimet e tij, mami gjithmonë për krahasa e tij, shëtitjet që i kemi pas mas universitetit, shëtitjet me barka në lumin Nel, më kujtohen pak a shumë, më kujtohet vapa e madhe që na kapke atje, si fëmijë, duke qilë derën e frigoriferit dhe më ushtri atë, më tregojnë pak ma shumë. Se di, se tash s'po kam qef me thonë këtë fjallin, se di se është pjesë e jetës, qysh kom jetu në Prishtinë është edhe ajo, po më ka përgatit shumë, thash, për gjitha këto që i fola, unë menoj që e kom bazën prej fëminisë. Vlera tregove që në adoleshencë, dhe me thonë, jeni këthy në Kosovë përfundimisht. A ka qenë sfiduse për ty, për shkak se adoleshenca je formune, je ndërtune deri diku, edhe do thotë ke shoqëri të cilat i lën ndoshta, edhe kthehesh. A ka qenë sfiduse ambientimi? Nuk ka qenë as pak sfiduse, sepse ne kemi ardhur shumë në Kosovë, edhe në Shkup. Babi është me familjen e ka në Shkup. Na kemi ardhur gjithmonë, mami është nga Prishtina, ndërsa babi nga Shkupi, kemi ardhur gjithmonë 3-4 muaj, gjithmonë kemi qenë gjatë vitit në Kosovë dhe në Maqedoni, e veriut, edhe nuk ka qenë as pak. Pastaj, para se të ktheheshim nga Evropa në këtë rast, sepse pas Kairos kemi shkuar në Evropë, kemi qenë 4-5 vite në Tiranë, të më thonë para luftës, dikun në vitin 96, që aty dikon kemi shku në Tiranë edhe unë veç isha adaptume, edhe i kam qenë shumë e vogël për të ngri kokën nështë edhe mos më këthi, po shpesh kur e pys babën i thom, babë ke gabu pak sepse më ka met pikë që gjuhën nuk e flasë ta më mirë, sepse nuk është kur gjote ke fundit veç me lexu, sepse unë ditë lexoj në gjuhën arabe, po nuk munde me komuniku, aq shumë sepse e kam harru. Edhe sa kam fillu me mësu fjallët e para, jemi shkëput, sepse dikun moshën 6 vjeqare veç jemi këthy klasën e parë, nuk e kom majt atje. Edhe i thom babë, jo ke gabu shumë, ma bënë, thot, po ti me dash, mu nësh me mësu krejt vetë prapë. Kështu që mu ngon shumë, kam qef me vizitu, sa arë që më jepet mundësia shkoj, e vizitoj. Shkon në Kairo? E vizitoj, po Kosova nuk ka qenë as pak e vështirë, sepse jemi rritur, ne jemi edhe shumë patriota, babi është gjithashtu edhe shumë patriot. Ka kontribu shumë edhe për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, është veteran i luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, edhe gjithmonë kemi qenë afër dhe mezi kemi prit me u liru Kosova që na me ardhë, sepse gjithmonë e kemi pasur ndërdije që babi ka ardhë me mësu, edhe Kosova nuk është e lirë edhe na jemi jashtë. Po momentin që të lirohet, kemi më u kthy. Edhe kjo ka qenë këshilla që... Po, do me thonë jeni rrit me këtë idenë që... Jemi rrit me qatë ide. Po, edhe keni prit, ka qenë diçka e pritshme. Që kemi shku me mision jashtë, ka me u shkollu babi, ka me përfundu studimet e tij, na kemi mu rrit, edhe kemi u kthy në Kosovë të lirë. Për që ata nuk ka qenë... Shumë strategji e mirë, për shkak se kjo faza adaptimit për fëmijët ka njëherë është sfiduse, pikërisht për faktin që ndoshta ky planifikimi nuk transmetohet si që duhet, ndoshta, në disa raste. Vlera, ka njëherë, unë e di që krejt prind në botë janë të mirë, janë ma të mirë në botë, po unë mendoj që prindët e mi kanë qenë
edhe ma të mirë, sepse kanë ditë shumë mirë me na bo natën ditë, apo kupton, edhe kitë kemi kalu shumë letë, disa shkollat i kom ndruone, i kom ndru diko 10 shkolla, po veç i kom artë mira aty në shkollave, aty në vendeve, aty në qyteteve. Asnjëherë nuk kanë ndiku negativisht, sepse sot psikologët mujnë me thonë që një fëmijë është maltretue, nuk po mundet mu adaptue, jo anë pse, kitë më varet qysh familja ta transmeton ty ato. Nëse ti ke shku me një shkollë tjetër është që ti je ma e mirë se dush më shku me diçka ma të mirë. Qashtu i kemi marrë na senet, edhe unë menoj që më ka bo shumë universale kjo pjesë që kemi ndru. Vende, shkolla, mentalitete, kultura, krejt. Do më thonë, veç më ka bo shumë ma të kuptushme për të tjerët. Ma mendje hapun. Ma mendje hapun, e të kuptushme për të tjerët, për çdo verzion të njerëzve që Vlera e përmendëm fëmirin, adoleshencën, rikthimin këtu, përfshirjen tënde në media, edhe mandej u martove, dhe ne dim që jeni bashkëshort, jeni futbolist, jeni sfetahu. Po. Qysh është për ty me pas një burr, do më thonë, për shkak se ju të dytë jeni figura një farforme, që njiheni. Qysh është për ju kjo pjesë? A është e mirë për djalin, për ju, apo është ka njëherë se figurat që duken ma shpesh në media ju duhet ose tentojnë me majt disa rezerva për dallim për të tjerëve që ndoshta ka njëherë vetë nxisin nxisin diskutime rreth tyne. Qyre, unë e thash edhe pak ma herët, unë gjithmonë kam qenë një fëmijë i lirë, një grua, një vajzë atëherë që për krajën e babait e ka pasur gjithmonë, por në mendime asnjëherë nuk ka qenë mrena mendimeve të mia. Ai ka qenë jashtë. E unë pastaj kam thith që ai më ka thonë, ka qenë problemi im, nuk më ka pyet mu, ai mora ato që ti thash unë ty. Apo kupton? Edhe pikrisht edhe zgjedhja jeme, do më thonë, e martesës ka qenë e imja. Unë me nisi jom taku jashtë në qytet, sepse jom dalë, jemi taku edhe më ka pëlqy gjithmonë si djalë. E kom ditë që ka bazë familjare, është një njeri që mundet me u përshtat me mu, edhe nëse jo e di që jeta ka shumë sfida, ku menoj që munden me u te kalu shumë let, jom njeri që i du sfidat. Nuk i kam frikë sfidat asnjëherë, sepse gjithmonë me vete e kam Zotin, edhe nëse Zoti është afër dikujt, unë menoj që çdo sfidë në jetë mund është me kalu. E kundërta, mund me ta po hajrën edhe pala tjetër për shkak që ti je e drejtë. Nejse, për djalin ka qenë futbollist, në atë kohë kur jemi taku na futbollist në emër, ka qenë më i afërt me mediat, më e kemi parë më shumë, ndërsa ka 10 vite që nuk është më futbollist, edhe nuk del në media më, ka punë të tjera menaxheriale që menaxhon artista e gjithashtu futbollista, po është shumë familjar. Kjo e bën shumë të mirë, nisin bashkë edhe për djalin, po në anën tjetër jemi pak edhe plus minus, jemi shumë të kundërt, përveç pjesës familjare që na përshtatet bashkë, unë jam shumë ma serioze, nisi është shumë ma i merr gjanat ma shumë me humor, është më komedian, unë jam ma serioze, po e bëjmë një farë balansi, shumë të mirë familje. Është përkras shumë i familjes time, ka qenë gjithmonë afër motrave të mia, vllat tim, prindve të mi, edhe kjo më ka bo që me dash gjithmonë edhe me përkra në çdo sfidë ti, sepse edhe ai më ka përkra mu kështu qysh jam. Do me thonë, nëse unë jom zgjuar në mëngjes, jom lut, jom fal, do me thonë, ai thjesht veç më ka kap, më ka përqaf edhe më ka bo qysh t'ishin konkret si kur ti, qysh munden me konkret si kur ti, me kon kaq moderne, do me thonë, kaq e dalën edhe kënej, po bjen men edhe këto, po se di ka njerë menoj që duhet edhe unë s'jom mirë, asone nuk jom mirë, ka hala rrugë që duhet me ndjek, shkallë me hyp ma nalt, po najna të folën që t'intervist,
Këti momenti kjo është ajo që shpondina. Po të kuptoj. Vlera pe përmend... Kjo është jeta jam, e nisën. Po, shumë mirë. E përmende, unë të kom dëgju edhe në një intervist tjetër, mirë po këtu elaborove ndoshta pak më shumë, ku e ke përmend, më thonë, ka në falenderën, nëse nuk gaboj dhe falenderimi jut i parë ka qenë për Zotin. Po ti një kosisht edhe këtu e përmende disa herë, dhe më thonë pjesën tënde të besimit. Besimi normalisht që me siguri ka të bëj me bazën e juj familjare. Po. Qysh është i ndërtuar besimi? Për shkak se mendoj edhe konsideroj që fëmijët të cilët rriten në familje që është bazë fetare, jenë shumë stabil. Po. Që po mundona me dhonë një spjegim në mënyrën tem, qysh unë e jam di, qysh unë e jam njoft me Zotin, për shembull. Sepse unë menoj që çdo njeri ka lidhje me Zotin, po varet se sa ti e vren atë lidhje, se sa ti e sheh çdo ditë atë lidhje, sepse Zoti është për krejt, është për çdo njeri të mirë edhe të keq, Zoti është aty, lidhja me Zotin është, po ti sa e vren, aty dush me punu. Edhe njohja me Zotin ka qenë gjithmonë e mirë. Unë çfarë më ka pëlqyer në Kosovë, domethënë tek shqiptarët në përgjithësi, jo në Kosovë, tutjo Zotit, ose ato shprehjet, a e din ti që ka me të bo kjo, a e din që ka me ndodh kjo, apo kupton? Besimi gjithmonë u lidh me kërcënim. Është një farë kërcënimi, edhe nuk më ka pëlqyer ai komunikimi për shembull i imamëve ose hoxhallarëve, duke bërtit, duke thonë jo këto, jo. Në anën tjetër i kam lakmi për shembull priftërinëve të cilët flasin kadale, janë strateg në mënyrën e tyre të folurit, apo kupton? Nuk më ka pëlqyer që ky version i joni. E këtu menoj unë që na e kemi një farë ngecje, që fëmijët nuk i thot për shembull se e ke marr një notë të mirë, mi thonë, hej, thuj faleminderit Zotit, mërë se ke marrë notën e mirë, që shtu jo me dukone. Kur ke pas një vështirësi, një detyrë, prindit ka thonë, Vlera, lutju Zotit me ta hap mendjen, me ta hap trunin, sepse kur ti lutesh ti ki me kuptu ma mirë qatë sen. Apo kupton, janë mënyra të ndryshme, jo tash me kërcnuse që po thute, me ato shprejet tutju Zotit, jo. Kur të na nuk është përdor tutju Zotit, friksoju Zotit. Të na familje gjithmonë është përmend, ki kujdes, Vlerë, sepse Zoti mundet mu i dhru, me mërzit mu se mërzit Zotin. Jo me ju tut, se Zotin nuk është i frekshëm. Zoti është i butë, është i mirë, është i urtë. Qështu ka qenë njohja ja me Zotin, jo në mënyrat e tjera. Ose mos i desh që ato tesha mrapsh se vjen ai kofjar t'i lun me to. Apo më kuptën, jo. Jo, na i kena palu tesha, tu na thonë mami edhe babi, paloj teshat se gëzohen me laqet. Ana e kundërt, ana tjetër. Jo, po ututna, utut me shkun zovrabezin, a që shka qena jo, e këto sene. E këto bestytni, menoj që e kanë bo pak ma ndryshe menimin. Po besoj që, si që të ka thënë edhe burri, qysh një qike dalën edhe qëndrën prap në parime. Më thonë me pas një jetë, dhe më thonë ma që nuk, ndoshta jashtë nuk duket besimi. Po dhe është njërën e jashtme sepse dalën e krejt mujnë me konë. Janë të dalën me të gjitha. Vajzat janë të lira me dalë, me shami ose pa shami, ato janë të lira me shkun studime, jashtë vetë pa kërkon. Gjithqysh janë të dalëne, krejt që ajo mënyrë është, po nështë që nuk vrejnë. Po, në atë kuptime po ata, edhe që, dhe më thonë, me qëndrun parime, po besoj që kjo ka ndiku që kjo mënyra familjare, edukimit edhe transmetimit besimit. Për shkak se ka njëherë, ndoshta transmetimi besimit në forma shumë vulgare, nëse më i me thonë, ose kërcnuse, ma ndej ndikon në diçka të krejt të kundërt me kalimin e viteve. Për shkak se ti rrit në një familje e cila ka ndërtu, ka tentu me ndërtu besimin të ti, po ti e ke vazhdu. Ne islamin e kemi marrë si edukat, apo kupton, ajo ka qenë baza, është jeta, është mënyra e jetesës, nuk e kemi marrë si një fe që duhet me pak tjetër me pranu. Islami është edukat, thjesht jeto me ta. Nëse ti e thjeshtëson, atëherë ka me qenë shumë e thjesht për ty. Unë menoj që ashtu tash.
A jemi gabim na, jemi gabim, çdo ditë bojmë gabime, çdo ditë, çdo lumën ditë që e ka falë Zoti na gabojmë. Gabojmë sa t'i qelim syt. Prandaj është mirë të paktën 5 vaktet farzin me falë që na me naron men që gabojmë. Edhe me ullë krytën sejdë dhe me thonë më falë Zotit për çdo gabim që e din, të qëllimshëm edhe të pa qëllimshëm. Sepse nga njëherë, kur them qëllimshëm, unë menoj që ka njëherë njerëzit janë pak me të mblefosën, janë me nerva edhe mujnë me bo diçka me qëllim për që i bim pishmon ma vonë. Edhe për ato gabime du të me kërku falje, edhe pse se na s'jena perfekt. Sa ma me pyet me më pyet për shembull, unë nuk e di a është Zoti i kënaqur me mu, ato nuk muna me dit asnjëherë, po kjo është rruga jam. Normal. Që shpresoj që t'jeti i kënaqur me mu. Po, na punojmë na drejtim, po prap çështjet tona ja dorëzojmë Zotit. Punon na drejtim edhe përfundimi normalisht që kërkush prej nesh nuk jemi të që me e ditë. Në fakt unë veç e unë tash edhe pak më herët e marr veç si mënyrë t'jetesës. Nëse dikush e ka mënyrën e jetesës me këto mënyrat e vetat të kufizimeve, për shembull, jo detoksa, jo dieta të ndryshme. Kjo është mënyra e me jetesës, thot zgjohet mëngjes. Domethënë, edhe unë i kam mënyrat e mia të jetesës. Unë i bëj krejt ato që i bën ti, po plus e kam edhe Zotin. Apo më kupton, është një mënyrë shumë ma perfekte të jetuarit se sa për shembull me u qu në ora 5 mëngjes me bo vrapin, e pse mos me falë edhe sabahun, nëse ti e qu me bo vrapin. Atëherë është ma perfekte, kjo e imja, se sa e dikuj që veç e cilëson edhe për krajin të tjerët, se jo që unë po e ofendoj të ato që ka një person që ka rutinat vetat, po ajo duar trokitet, ajo përkrahet, e në anën tjetër, dikush tjetër që ka zgjedh një jetë për shembull të jetë e devotshme, të ketë mbulesën, që të mos duar trokitet kjo tjetra, e cila i bën të gjitha ato që i bën ti, po e ka ekstra dhe këto tjera. Çka mendon, pse e ka bë shoqërinë tonë paragjykuse ndaj mbulesës deri vonë? Nuk po them që ndoshta vazhdon ende paragjykimi, mirë po ka qenë mbulesa si veshje, ka qenë e paragjykuar. Unë menoj që nuk ka qenë e paragjykuar, sepse dikur krejt nana, gjysha tona, jashtë kanë dalë me shami. Ato, e dim krejt. Menoj që paragjykimi është në përgjithësi, unë thash, po te na është, nuk kam përgjigje për që të sen. Sepse nuk e kuptoj botën atyre që paragjykojnë, më beso vlera, nuk e kuptoj. Kisha pas shumë qef me ta dhoni përgjigje, po nuk veç nuk e kuptoj paragjykimin e dikut. Që kaq. Po, kapaciteti i trunit em nashta në atë botën tjetër, truni funksionon ma mirë, nashta ka me kuptu. Po, jo, realisht unë po të kuptoj. Nuk e kuptoj pse ka paragjykim, edhe ku është baza, ku është thelbi, sepse nuk i përkas nashta edhe asaj fushë, po thjesht truni jam nuk e kap, nuk e di. Po, tash paragjykimi unë, mendimimi personal, ndoshta mundem edhe me qenë gabim, mendoj që është fakti që nuk e ka njoft fenë. Me thonë, mos njohja fes, mandi ku nuk e njef, të kryon pasiguri. Ti vlla ose motër, edhe pse nuk e njef fenë, ti apo je open-minded, ti apo je shumë cool, unë s'pe kuptoj, atëherë pse po paragjykon, sepse ti je i botës, ti përket botës, shkencës, atëherë pse nuk po kupton, pse po paragjykon. Shumë vërtet, po. Dhe më thonë me shiku njerin edhe nëse nuk e kit njëjtin besim, të paktën shikoje për këndvështrimit të drejtës njerëzore. Po. Që është e drejtë e jemi, ati mund është mos me besu, si person për veten tonë, por realisht mu, si me shami, më pranu për shkak se është vendimi jemi. Po, është çështje e jotja. Unë kreti bëj çka i bën ti, vlera, edhe emrin bile e kam të njëjtë, po ajo çka unë nuk e kam, po. Është mbulesa që nuk e di çka ka me ndodh me jetën time, po nuk është mbulesa. Po unë munona me kam perfekte në mënyrën tem, atëherë le t'jenë edhe të tjerat.
Nëse nuk do me thonë pa tjetër ti me kon praktikues e Islamit, sepse ka njerëz që i shtyn ndoshta edhe puna e mbulesës, ka shumë femna që nuk e praktikojnë Islamin për shkak që i thuhet se duhet me qenë e mbulume. Gjithçysh, ajo është mbulesa, tani është një emocion tjetër, është një lidhje tjetër, po Islami mundet me qenë gjithçysh, është mënyra e jetës, është obligative, janë 5 shtyllat e Islamit, që e dyta është namazi, është agjerimi, është zeqati, është haxhi, e shahadeti normal, dëshmia është e para. Nëse ti ke këto të 5-ta, atëherë nuk i dihet jetës te cila shtyll mundesh me gjetë mbulesën, ose këtu, po të paktën bëj këto 5 shtylla, mandej tjera të çojnë edhe deri te mbulesa. Sepse nëse e ke qatë emocion, mos e shtrydh veten, bëje. Nëse nuk e ke, atëherë bëhu devotshme në mënyrën tënde. Që kjo unë çështu mendoj që të këshill e kam ndoshta për femnat, të cilat hezitojnë me fal edhe me qenë në Islam më të devotshme si muslimane për shkak të mbulesës. Unë jam betu që nuk kam e lon asnjëherë Islamin, edhe s'kam me pengu ajo që nuk jam e mbulume, përveç nëse një ditë mbuluam. Po. A mendon që kur bisedon për dishmëri me njerëz dhe të cilët e dinë për bindjet e tuja, për shtypjet, bot kuptimet, devotshmërinë, a mendon që a ndodh në rast për shembull kur dikush të drejtohet pse nuk je me shami për shkak se tena është, domethënë shamia është kanjëherë top temë dhe nëse nuk dinë kur gjë për fen, po gjithmonë e lidhin me ato. E lidhin me shamin. Përgjigjja jam rreth shamis është njëjë sikur të paragjykime që thash, nuk e di, sepse është diçka shumë e paprekshme si emocion, apo më kupton, nëse ti vendos me u mbulu, atëherë është diçka shumë hyjnore, e shoh shumë hyjnore. Thash edhe unë, i kam gabimet e mia. Si secili njeri. Edhe unë mendoj që çaq është hyjnore, sa që unë nuk muna me kon çaq perfekt. Për me e ndjen përgjegjësinë kur e ke shamin që nuk barë shumë psikologjike dhe shumë të madhe të mbajtjes, sepse unë mendoj që duhet me kon shumë perfekt. Edhe ndoshta dikush mund të më cilësua dhe më thonë Vlerti je perfekt. Është koha, po nuk e di, është e momentit. Normal. Unë thjesht kam zgjedhur me jetu kështu, deri në një pikë, sepse asnjëherë nuk them jo. Nuk e di. Unë thjesht jam 38 vjeçare, jetoj, veproj, fali 5 vaktet namaz, agjeroj, nuk e teproj me veshje, munduam me qenë sa ma jo provokative në daljet e mia publike, gjithashtu edhe private, normal, sepse nuk kam rroba normale të cilat i përshtaten një femre, një gruaje, që ish dash me u vesh edhe pa mbulesë edhe me mbulesë. Se di. Po. Më thonë, kjo është menimi jam rreth mbulesës, që është diçka shumë hyjnore, është shumë e pastërt, edhe nuk e ndjej ende veten aq të pastërt, aq devotshme deri aty. Sepse është një përgjegjësi shumë e madhe. Edhe kur të vendos me vënë shamin, edhe realisht duhet me marrë me përgjegjësi, mendoj. Duhet me marrë me përgjegjësi, sepse ne kemi raste të ndryshme. E dim, ka shumë raste se si janë mbulu pa paragjyku, sepse nuk kam qef me paragjyku gjithmonë kjo, po unë kam qef me konë shumë shembull, sepse thash i kam përgjegjësi shumë të madhe, me qenë se jam edhe fytyrë publike, përgjegjësia jam shumë ma e madhe nëse unë e marr një diçka, e marr përsipër më. Po, shumë e vërtetë. Kështu që kjo është përgjigjja e rreth mbulesës. Vlera, regjia më ka njoftu që sa kohë, që një 10 minuta. Të falenderoj shumë për prezencën, ke shumë kënaqësi, u kënaqa shumë, edhe shpresoj shumë që mesazhet që ti ke transmetu sot kanë me pas shumë ndikim te vajzat, te gratë, po pse jo dhe te adoleshentat, do të thonë për historinë tënde të adoleshencës. Në fakt, unë kisha pas qef me qenë një shembull për vajzat edhe gratë, sidomos për vajzat edhe gratë të cilat nuk janë shumë të bindura fetarisht, sepse nuk i pengon asgjë, mënyra e jetesës për ta zgjedhur Islamin si mënyrë të jetesës, edhe për të jetuar më lehtë, më mirë, më e respektuar nga të tjerët. Kështu që thjesht le të jetë
një hap i mirë për gjitha vajzat edhe gratë që mundesh me fal 5 vakte namaz, e gjitha këto me i bo, edhe pa mbulesën. Pa u identifikuar. Sepse kjo është hapi i parë një herë, e pastaj vazhdojmë të hapa tjera, sepse thonë tash, dhe vazhdojmë me thonë vazhdimisht, nuk jam perfekt, bëj shumë gabime. Si të gjithë ne, pavarësisht që edhe neve që na shohin me shami, se cili duhet me ditë që edhe na nuk jemi perfekt, edhe na bojmë gabime, i pagabueshëm është vetëm Zoti. Po, është e vërtet, është shumë e vërtet, po ne kemi qef me konë sa ma afër Zotit. Normalisht. Na gjithmonë me tentu. Sa ma i pastër je ma afër Zotit. Kështu që Zoti është i krejtve, Zoti i do të gjithë, Zoti është tek të gjithë, po mbaret sa ne e shohim. Pa e përmbyllim me qëto. Po, Vlera, të falenderoj shumë. Faleminderit, Vlera, shumë, knaqësi. Knaqësi edhe për mua. Mirupafshim në podcastin e radhës.